Duke dëgjuar me vëmendje të gjitha shqetësimet, po dhe problematikat e ngritura nga ju, po I përgjigjem ma pas hapi pa dashur të specifikoj se pyetjet e cilit për ju ishin. Ka një, nuk duhet ta quaj politik, po ka një vëmendje kryesore për sa kohë do jemi në vazhdën e punëve të bashkisë, ka një vëmendje kryesore për rehabilitimin e të gjithë kolektorëve të ujrave të larta të qytetit të Vlorës. Ka një vëmendje kryesore për rehabilitimin e kanalit të Sjavit. Është një nga kolektorët e tjerë kryesor që fillojnë që nga Bishti Kaldrëmi dhe del në Lungomare. Aktualisht përpara disa muajsh me suportin e Ministrisë së Mbrojtjes është bërë heqja e soletone të tyre të këtij kanali, është bërë pastrimi dhe ka qenë një fazë fillestare. Jemi në një fazë që vëmendja e qeverisë është fokusuar te ky kanal dhe është duke u studiuar rehabilitimi total I këtij kanali me një projekt I cili mendohet të financohet nga qeveria shqiptare. Vazhdojmë me kanalin e Naumkës. Sot që flasim, pritet të kemi një suport po prap nga Ministria e Mbrojtjes me mjetet e tyre, duke bashkërenduar dhe me mjetet e Bashkisë Vlorë dhe mendohet në javën e vazhdim të ndërhyet edhe në këtë kanal fillimisht me pastrimin e tij dhe për të vazhduar me pjesën e rehabilitimit përfundimtar. Në lidhje me projektin që ju kemi prezantuar në këtë rialokim fondesh, ju them me bindje që nuk janë disa skica, nuk janë disa vizatime. Ajo plansheta që shikoni është ndoshta fleta më e rëndësishme e gjithë projektit, sepse tregon gjithë rrjetin hidrik të qytetit, një rrjet hidrik që ne e kemi ditur, inxhinierat më të vjetër e kanë ditur, por nuk është ndërmarrë asnjëherë një hap konkret për të rikthyer, rehabilituar dhe ridimensionuar këto kanale. Ky projekt është një projekt I detajuar hidrik, ka planimetrit, ka seksionet e kanaleve në cilat kalon, dhe ky projekt është vetëm një lot I rehabilitimit total të gjithë ujrave të larta. Me anë të këtij projekti ne zgjidhim situatën e rrugës Albano Romina, rrugës së Kishës dhe për të vazhduar me ndërtimin e kanalit të madh të Fushës. Hapi I ardhshëm është rruga e cila është rruga e universitetit dhe nga pika fundore ish vola në drejtim të Albano Rominës. Ky është loti I dytë, por nuk do të thotë sepse ne jemi duke bërë njërin lot dhe këto nuk funksionojnë pa u bërë të dyja lotet, po loti I parë është loti që ka efektin më të madh për parandalimin e përmbytjeve dhe merr pikërisht këto dy rrugë që ne tham.